Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha mbajti sot një konferencë për gazetarët ku komentoi ngjarjet e fundit në vend dhe njoftoi hapat e ardhshëm të opozitës. Ai u ndal tek atentati ndodhur ditën e djeshme në zonën e Rinasit ku u vra Gilmando Dani dhe u plagos rënd Muçi Shaljani duke cilësuar ngjarjen si një incident me pasoja të rënda për sigurinë publike. Berisha deklaroi se ky është një ekzekutim publik në vendin më të mbrojtur ku patrullojnë disa njësi policore dhe speciale dhe autorët u larguan pa ndërhyrje nga policia. Është një ngjarje e cila u patronua kryekput nga shteti për llogari të bandave me lidhje më të afërta me qeverinë se sa banda e Shullazit. Vendi i ekzekutimit publik të tyre në protokollet e sigurisë publike është vendi më i ruajtur se çdo vend tjetër. Është gjithsejt 100 metër nga rajoni i policisë Rinasit, është pak metra nga dalja e sallonit të VIP-ave. Atentatorët apo vrasësit, pasi shkrehen breshrit të shumta mbi makinën që e pristin të sigur dhe i kishin zënë prit pikrisht aty që s'mund zje prit kur pa lejen e shtetit, dhe se Gilmando Dani dhe Mustafa Sheqeri apo Muç Shaljani ishin lejtnant kryesor të ministrave të kabinetit të Ramaduros, Ervin Hoxhës dhe Blendi Gonxhës. Ata u ekzekutuan në mendimin më të përhapur nga banda të qeverisë që janë të lidhura me nivele shumë të larta të qeverisë. Ai komentoi gjithashtu tensionet brenda Partisë Socialiste. Lubi Balluku ka nxjerrë dhëmbët e kërcënimit ndaj Edi Ramës, të parit, por dhe të tjerëve me radhë. Rams ja ka bërë të qartë që absolutisht për çdo gjë që mund të avancoj do jesh ti kurban para meje. Të kem fatin e gjyshit tim që u ekzekutua me firmën e babait tëm. Pra ja ka vu kufirin tek thana dhe ka dëshmuar se është e gatshme të fshi të gjitha miqësitë, të gjitha të shkuarën, në qoftë se Edi Rama guxon për një moment që për të shpëtuar veten të dorëzoj Lubit. Ai kërkoi dorëheqjen e menjëhershme të ministres së Brendshme dhe të ministrit të Mbrojtjes. Do kërkojmë dorëheqjen e menjëhershme të kësaj ministreshës, e cila është me probleme madhore dhe ne do kërkojmë largimin e saj. Natyrisht, nuk kam prova se kjo është e përfshirë në skenarin e ekzekutimit të Danit në vendin më të sigurt, sa aty janë profesionistë të tjerë që hynë ato organizime. Por mënyra se si reagon kjo dhe si sillet kjo e bën përgjegjëse për të gjithë këto dështime që ndodhin. Sa i përket aksionit opozitar, Berisha njoftoi se të hënën do të nisë parlamenti i qytetarëve para kryeministrisë. Kjo është vetëm faza e parë e një serie veprimesh dhe protestash që do të vijojnë në gjithë vendin. Dita e hënë do të jetë dita e fillimit të parlamentit para kryeministrisë, të qytetarëve dhe parlamentarëve. Partia Demokratike ndërmerr tani një fillim të ri, një analizë të plotë të gjendjes në vend, të situatës, të zgjedhjeve dhe ecën në bindjen më të thellë se diktatura autoritare e Edi Ramës, narkoshteti i tij, ose ndaj kësaj diktature narkoshtetit ka vetëm një rrugë, protest dhe vetëm protest. Gjatë pyetje-përgjigjeve me gazetarët, Berisha sqaroi se platforma e parlamentit para kryeministrisë do të përfshijë deputet dhe qytetar. Ky njoftim vjen në një periudhë kur Partia Demokratike planifikon aktivitete të ndryshme në gjithë vendin duke kombinuar takime me qytetarët dhe aksione në hapësirë publike për të bërë të njohur platformën dhe kërkesat e saj.